rastet kur gishti ose gishtat e zgjedhësit mungojnë. Pasi është lexuar dokumenti i identifikimit nga PEI dhe të dhënat e zgjedhësit janë shfaqur në ekran, nëse KQV konstaton se zgjedhësit i mungon gishti i madh i dorës së djathtë, atëherë shtyp butonin "Gishti mungon" dhe zgjedhësit i kërkohet të vendos gishtin tjetër sipas skemës që tregohet në ekranin e PEI. Zgjedhësit i kërkohet të vendosin tek lexuesi i shenjës së gishtit gishtin e madh të dorës së majt. Imazhi i shenjave të gishtit shfaqet në ekran. Pasi shenja e gishtit është regjistruar, PEI printon automatikisht raportin e identifikimit dhe e shfaq në ekran mesazhin duke printuar dokumentin. KQV jep zgjedhësit fletën e votimit. Identifikimi konsiderohet i mbyllur me sukses. Nëse zgjedhësit i mungojnë të 4 gishtat nëpërmjet të cilëve bëhet leximi i shenjave të gishtit, atëherë shtyp 4 herë rresht butonin "Gishti mungon". Në ekran do të shfaqet mesazhi "Ju po identifikoni një zgjedhës të cilit nuk mund t'i lexohet shenja e gishtit". Rastet kur shenja e gishtit të zgjedhësit nuk lexohet nga pajisja,